Фандерит. И се надевам дека следниот пат кога ќе го поставите прашањето или кога ќе дојдете на работа во македонскиот парламент, на значката покрај албанското знаме, кое што е етничко знаме на народот на кој што припаѓате, ќе го има и македонското, бидејќи од оваа држава добивате плата и од овие граѓани добивате таа плата. Ви благодарам. Фандерит, зоти криминистр. Ме инспирова për diçka. Është fakt se unë e kam simbolin tim kombëtar, flamurin tim kombëtar, edhe mburrën se jam shqiptar. Këtë ma ka thonë kryeministri i Shqipërisë, kur të ma sjellni ju flamurin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e radhës do të vi në foltore me të njëjtë. E para, e dyta, sa i përket asoj se sa jam kosmopolit, në të kaluarën unë kam dëshmuar edhe në punën dhe aktivitetet mia që i kam bo në punët ku kam vepruar, se kam qenë tip që nuk kam bo asnjëherë dallime në baza nacionale. Dhe këta e vazhdoj të qëndroj të ambroj. A që jam shqiptar, këtë bote e din të me krenari e thomë. Diçka tjetër dua të thomë rreth asaj që përmendet për sa i përket one stop shopit. Zoti kryeministër, unë kam punu diku 20 e diçka vjet në drejtorinë e doganave dhe falënderit. Kërkoj të ndalet koha pak. Falënderit.